Mimbrëm teleshikues të nderuar, po ndiqni lajmet e Gjuhës Shqipe në televizionin K3. Mbrëm në kuadër të shënimit solemn të ditës kombëtare të Italisë. Ambasadori i Republikës së Italisë Ernesto Massimo Beleli, zëvendës kryeministrit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë për çështje evropiane Fatmir Besimit i dorëzoi çmimin e lartë kombëtar, urdhrin e Illit të Italisë, zyrtar i lartë. Mbrëm në kuadër të shënimit solemn të ditës kombëtare të Italisë, ambasadori i Republikës së Italisë Shëtezi, Ernesto Massimo Beleli, zëvendës kryeministrit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë për çështje evropiane Fatmir Besimi i dorëzoi çmimin e lartë kombëtar, urdhrin e Illit të Italisë, zyrtar i lartë. Urdhri jepet në bazë të vendimit të presidentit të Italisë, zotri Sergio Mattarella, për kontributin e dhënë nga ana e zëvendës kryeministrit Besimi në avancimin e raporteve shoqërore dhe bashkëpunimit mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Italisë në procesionin eurointegrues, veçanërisht gjatë kohës së kryeministrit të Italisë në Këshillin e BE-s. Kjo ngjarje solemne u mbajt në hapësirën e Teatrit Kombëtar të Maqedonisë në praninë të numër të madh të musafirëve, përfaqësues të korit diplomatik, qeverisë dhe jetës publike. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Republikës së Maqedonisë i angazhuar për çështje evropiane Fatmir Besimi sot në Athinë do të takohet me ministrin grek të punëve të jashtme Nikos Kozias. Sipas kabinetit të Besimit, timi i diskutimeve pritet të jetë avancimi i bashkëpunimit bilateral ndërmjet dy shteteve në drejtim të mbështetjes së eurointegrimit. Siç kumtoi MPJ grek, pas takimit Kozias dhe Besimi do të kenë edhe drejt pune. Holosi të tjera për takimin nuk kumtojnë. Nuk përjashton as konfirmohen që dy ministra gjatë bisedimeve të flasin edhe për propozimin masat për ndërtimin e mirëbesimit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, si dhe për vizitën e Kozias në Shkup. Në suazat të turnejit të tij nëpër kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor të ishte paralajmëruar për këtë muaj. Ky është takimi i dytë i zëvendës kryeministrit të Maqedonisë me ministrin grek të punëve të jashtme. Besimi në maj të vitit 2013 u takua me shefin atëhershëm të diplomacisë greke, Dimitris Avramopoulos, me të cilin bisedoi për perspektivën evropiane të Maqedonisë dhe për bashkëpunimin bilateral në fusha të ndryshme. Avioni i cili fluturonte nga Cirihu për në Stamboll dje u detyruar të bëjë ulje emergjente në aeroportin e Beogradit, Nikola Tesla, për shkak se një pasagjer në një gjendje të dehur shkaktonte konfuzione dhe konflikte me personelin si edhe me pasagjerët. Avioni i cili fluturonte nga Cirihu në Stamboll dje u detyruar të bëjë ulje emergjente në aeroportin e Beogradit, Nikola Tesla, për shkak se një pasagjer në një gjendje të dehur shkaktonte konfuzione dhe konflikte me personelin si dhe me pasagjerët. Avioni i kompanisë Pegasus me rreth 100 pasagjer, i cili ishte në hapësirën ajrore të Serbisë, bëri ulje të sigurt në aeroportin e Beogradit, ku policia serbe mori pasagjerin problematik nga avioni dhe arrestua në zonën e tranzitit. Pasagjeri i dehur fillonte stafjen dhe pasagjerët e tjerë në fluturim për në Turqi, ndërsa pas arrestimit ai bëri incident edhe në ndërtesën e aeroportit. Për shkak të lëndimeve të cilat i morin me këtë rast u transmetuan në qendrën emergjente të Beogradit. Ambasada turke në Beograd ka konfirmuar se personi UK-39 vjet nga Cirihu me shtetësi të dy fisht të Zvicrës dhe Turqisë ka shkaktuar probleme gjatë fluturimit, ku më pas ekuipazhi kishte bërë ulje emergjente. Duke pasur parasysh se është shtetas hyjini, por ishte duke udhëtuar me pasaportë zviceriane, autoritetet serbe kanë njoftuar tashmë ambasadën në lidhje për këtë rast. Me bashkëpunim të mirë me autoritetet serbe ne vizituan pasagjerin e arrestuar, i cili kishte filluar të qetësojë në spital, sepse sigurisht se ishte në ndikimin të alkoolit, është thënë për Anadolu Ajansi, gazira konsultore e ambasadës së Turqisë në Beograd. Pasagjeri i ndaluar UK ndodhet në paraburgim. Liderët e 3 partive politike opozitare në Kosovë kanë kërkuar nga udhëheqësit e institucioneve shtetërore në Kosovë që të ndërpriten menjëherë të gjitha veprimet politike e institucionale në lidhje me amandamentin kushtetues, por themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë, Visari Meri nga Lëvizja Vetvendosje, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën. Liderët e 3 partive politike opozitare në Kosovë kanë kërkuar nga udhëheqësit e institucioneve shtetërore në Kosovë që të ndërpritet menjëherë të gjitha veprimet politike të institucionale në lidhje me amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme për krimen lufte në Kosovë.
Visari Meri nga lëvizja vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën kanë nënshkruar një letër publike drejtuar presidentës së Kosovës, Aktivete Jahjaga. Kryeministri Sa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit të parë Hashim Thaçi amandamentin kushtetues për themelimin e dhomave të specializuara të zyrës së prokurorit, sovranitetit e pushtetit gjyqësor. Ju nuk keni as të drejtë kushtetuese juridike as legjitimitet demokratik që të dorëzoni sovranitetin e Republikës, thotë në letrën e opozitës, në të cilën nënvisohet mes tjerash se amandamenti kushtetues nuk duhet të sillet për votim në kuvend. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur në seancën e javës së kaluar të marrë në shërbim këtë amandament kushtetues. Me shumicë votash ligjvënësit shtin seancë me arsyetimin se janë në pritje të dokumentacionit të kompletuar mbi këtë çështje. Sulmet nga ajri me 3 qershor në qytetin irakian të Haviaq kanë shkatruar plotësisht fabrikën për prodhimin e makinave bomba të grupit militant të Shtetit Islamik, duke shkaktuar viktima të shumta dhe shkatrim të madh material, thonë zyrtarët. Sulmet nga ajri me 3 qershor në qytetin irakian të Haviaq kanë shkaktuar plotësisht fabrikën për prodhimin e makinave bomba të grupit militant Shteti Islamik, duke shkaktuar viktima të shumta dhe shkatrim të madh material, thonë zyrtarët. Shpërthimi nga kjo fabrikë është dëgjuar në një provincë Kirkuk, e cila është rreth 55 kilometra larg. Zyrtarët irakian thonë se sulmi është bërë nga koalicioni dhe hequr nga Shtetet e Bashkuara. Ndërtesa në të cilën ndodheshin tanke, sasi e madhe e eksplozivit, ishte fabrika më e madhe në Siri dhe Irak, ka thënë një kolonel irakian për AFP. Mediat raportojnë se një numër i madh i militantëve të ISIS janë vrarë dhe plagosur. Al Jazeera raporton se 10 njerëz janë vrarë në Haviaq. Në burim ka thënë se në mesin e të vrarëve janë rreth 70 civil, por këtë shifra ende nuk janë konfirmuar. Grupi militant i Shtetit Islamik ka ndërtuar makina bombë në këtë fabrikë. Qyteti Haviaq gjendet 225 km në veri të Bagdadit dhe është njëra prej zonave më strategjike të ISIS-it, pasi përmes saj kalojnë disa rrugë më të rëndësishme në Irak. Përfaqësuesja e Maqedonisë në futboll. Tani më 2 muaj nuk ka zhvilluar ndeshje zyrtare dhe për fat të keq vetëm në kushte të tilla ajo shënon ngritjen e renditjen e FIFA-s. Maqedonia në klasifikimin e përmuajshëm për 2 muaj të plot mbante pozitën e 105, ndërsa prej sot do të jetë kombëtarja e 100 më e mira në botë, ndryshe nga përfaqësuesja e Maqedonisë. Përfaqësuesja e Maqedonisë në futboll tani më 2 muaj nuk ka zhvilluar ndeshje zyrtare dhe për fat të keq në këtë kushte të tilla ajo shënon ngjitjen e renditjen e FIFA-s. Maqedonia në klasifikimin e përmuajshëm për 2 muaj të plot mbante pozitën 105, ndërsa prej sot do të jetë kombëtarja e 100 më e mirë në botë. Ndërsa nga përfaqësuesja e Maqedonisë, kombëtarja e Shqipërisë është ngjitur 6 shkallë më lart në rendin botror të FIFA-s për muajin qershor. Kuqëzin në klasifikimin e përmuajshëm të FIFA-s bazuar në performancën e ekipeve kombëtare në të gjithë botën, aktualisht renditet në vendin e 51, duke kapërcyer 6 vende më njëherë. Shqipëria tani ka 624 pikë. Ndryshimet e vogla ka pasur në mesin e 10 kombëtarëve më të mira. Belgjika ka dalë në pozicion e dytë, prej nga është larguar Argentina, ndërsa Franca tani është e 9-ta. Ndjekim kohën në vazhdim për ditët në vijim.
Të shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot, na ndiqni nesër në të njëjtën kohë. Qëndroni me ne.